من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Lavdi, falënderimi dhe adhurimi takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Besimtarët nderuar, javën e kaluar e kemi përfunduar trajtimin e të rëndësishëm të një prej ngjarjeve më madhështore kuranore, atë të betejës së Tebukut, e cila edhe pse quhej si betejë e Tebukut, në realitet nuk ishte zhvilluar si një betejë në kuptimin e luftimit në fushë betejë, por ka mbetur si e tillë për arsye se ajo është e vetmja luftë që është fituar pa u zhvilluar fare, dhe njëherët në të muslimanët kanë marrë disa mësime jashtëzakonisht madhështore, sepse një ekspedit e tillë ishte mësim në vetvete për ta. Kemi thënë se ngjarja e Tebukut ka qenë ngjarja e fundit apo ekspedita e fundit që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam personalisht dhe fizikisht kishte marrë pjesë në të. Me njerë pas Tebukut, normalisht që do të paraqiteshin tani para përgatitjet e përfundimit të misionit të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Ishte çliruar Mekka, ishte kthyer në Medinë, përfundoi edhe ekspedita e Tebukut, nuk mbetej tjetër vetëm se ta parapërgatiste Allahu subhanahu wa taala për t'ia marrur shpirtin. Dhe karakteristikat që ndodhen pak para se të ndron jetë pejgamberi Allahut ishin disa. E para për tyre ishte vdekja e Ibrahimit, djalit të tij, i cili vdiq akoma pa i mbushur 2 vite të plota. Për cilin tregon Enesi radhiyallahu anhu, sahabiu i nderuar Enes ibn Malik, i cili thot: "Dakhalna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam", hym me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam ala Abi Sejfin il-Qain, tek Ebu Sejfi falkatari. Ebu Sejfi ka qenë kujdestari i Ibrahimit gjatë kohës sa ai ka qenë në këtë gjendje. Wa kana dhi'ran li Ibrahim, i cili ishte në një farë si dado e Ibrahimit, djalit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe i cili njëherët ishte ai që më shumë ti kishte përngja. Pra prej djemve, Ibrahimi i ka përngja më shumë ti pejgamberit Allahut. Prej vajzave, Fatimia radhiyallahu anha. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. Kur pa pejgamberi Allahut Ibrahimin, i cili ishte në afërsi të vdekjes, e mori, e puthi dhe i anuhati aromën e tij. Thumma dakhalna alayhi ba'da dhalik, pastaj një herë tjetër hym tek ai. Wa Ibrahim yajudu bi nafsihi, ndërkaq Ibrahimi po luftonte me shpirtin e tij, pra ishte duke dhënë shpirt. فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. Në ato momente kur vdiq Ibrahimi, pejgamberi Allahut filloi të çaj. 2 sytë e tij fisnike filluan të qanin. Faqala lahu Abdulrahman ibn Auf, i tha Abdulrahman ibn Auf, sahabiu i nderuar: "Wa anta ya Rasulullah", a dhe ti o pejgamberi Allah, pra edhe ti çan kur vdes dikush pej të afërm me tu. U çuditni në farforma se si pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam po çante, ndërkohë që ai u kishte tërhequr vërejtjen në shumë raste njerëzve që kur t'ju vdisin atyre familjarët të mos ulëritnin, por kjo nuk do të thotë që u kishte thënë që të mos qanin. Faqala ya ibn Auf innaha rahma, i tha o biri Aufit, kjo është rahmet pi Allahut. Pra këto lot në këto momente janë rahmet pi Allahut, sepse ato lot dilnin nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit të tij, ishin lehtësim nga Allahut për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk është e lehtë që ta varrosësh fëmijën tënd. Kur fëmia e varros prindin, është dhimbje, por është dhimbje më e lehtë, është e tejkalueshme, është më e përballueshme. Por kur prindi e varros fëmijën e vet, kjo është shumë e rëndë edhe shumë më e papërballueshme. Dhe pejgamberi Allahut ishte njëri sikur se gjithë tjerët, siç thotë edhe ai vet, e cilën e potencon Allahu në Kur'an.
Inma ana bashar mithlukum, unë jam njeri sikurse ju. Yuha ilay, ajo që më dallon mua për ju është vetëm shpallja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot sahabiu i nderuar, thumma atba'ha bi ukhra, e pasoi këtë fjali me një fjali tjetër, faqal innal ayna tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Me të vërtetë syri lëton, zemra pikëllohet, por ne nuk themi diçka me të cilën Zoti nuk është i kënaqur me ne. Pra ne në këto raste e përjetojmë dhimbjen krejtësisht natyrshëm. Qajmë me lotët e syve, pikëllohemi me gjendjet zemrës, por nuk e kundërshtojmë caktimin e Allahut. Zemra jon nuk e kundërshton atë që Zoti ka zgjedhur për ne. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dhe ne me ndarjen tënde o Ibrahim, pra o birim, jemi shumë të mërzitur. Një transmetim tjetër thot, po të mos ishte rahmeti Allahut, po të mos ishte mëshira Allahut, o Ibrahim, unë do të mërzitesha shumë më tepër se sa që jam mërzitur tani. Pra pejgamberi Allahut e përjetoi shumë rënd vdekjen e Ibrahimit, djalit të tij. Një transmetim tjetër që transmeton Gjabiri radhiyallahu anhu, thot, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abdurrahman ibn Auf, e kapi për dorë pejgamberi Allahut sahabiun e nderuar Abdurrahman ibn Aufin, fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim, edhe shkoi me të tek djali i tij Ibrahimi, fawajadahu yajudu bi nafsihi, edhe e pa duke dhënë shpirt. Faakhadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu fi hijrihi, e mori pejgamberi Allahut edhe vendosi në prerjen e tij sallallahu alaihi wasallam, fabaka, edhe filloi të çante. فقال له عبد الرحمن بن عوف، إثا عبد الرحمن بن عوف pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, أتبكي apo çana pejgamberi Allahut, أولم تكن نهيت عن البكاء، a nuk na ke ndalu neve që të çajm, pra kur të vdes dikush, قال لا، jo, si ja kam ndalu me çajt، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، unë ja kam ndalu dy zana që janë zana budallenjesh, pra dy zëra budallenjesh dhe të ligësh. Cilët janë këta dy zëra? Sautin inde musibe, zërin fatkeqësi, khamshu wujuhin wa shaqqu gjujubin wa rannati shejtan. Zërin e fatkeqësisë është fjala për ulërimat e grave, bërtimat e grave, dhe të njerëzve në përgjithësi, të cilat çojnë në gërvishje të fytyrës, në shkulje të flokëve e kështu me radhë. Kjo është rreptësisht e ndaluar, wa rannati shejtanin, edhe tingëllimën e shejtanit. Këtu përfshihet edhe ulërimat e egzimeve të tepruara që bëhen në përdarsma, në parahengje, gjithashtu disa dietarë përfshin edhe muzikën në këtë pjesë ku ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ditën që ka vdek Ibrahimi, djali Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka ndodhur eklipsi i diellit. Dhe në kulturën, në traditën dhe në bindjet e mëhershme të xahilietit ka qenë që në qoftë se në ditën e eklipsit të diellit apo të hanës ka vdek dikush, kjo ka ndodhur për shkak se ky njeri ka qenë shumë i madh. Pra e kanë në një farforme e kanë shenjtëruar atë njeri i cili ka vdek në ditën kur ka ndodhur eklipsi i diellit apo i hanës. Dhe kur vdes Ibrahimi, djali Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ndodh eklipsi i diellit. Dhe njerëzit fillojnë edhe këtë e trajtojnë si diçka madhështore, sepse kjo po ndodh për shkak të vdekjes së djalit Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë transmeton Al-Mughira ibn Shu'ba, sahabiu i nderuar radhiyallahu anhu, i cili thot: "Kasafat ash-shamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim." U zu dielli, pra ndodhi eklipsi në kohën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, konkretisht në ditën kur vdiq Ibrahimi, djali i tij. Fa qala an-nas, filluan njerëzit thonin: "Kasafat ash-shamsu li mauti Ibrahim." U zu dielli për shkak të vdekjes së Ibrahimit. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut reagoi më një herë alaihi wasallam dhe tha: "Inna ash-shamsa wal-qamara ayatan min ayati Allah." Dielli dhe hëna janë argumente për argumenteve të Allahut subhanahu wa taala. Pra janë argumente fizike dhe universale, s'kan të bëjnë me lindjen apo me vdekjen e njerëzve. Prandaj tha: "La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati." Ato nuk zihen, pra nuk ndodh eklipsi për shkak se dikush vdes apo për shkak se dikush lind. Fe idha ra'aytuma fasallu wad'u Allah, e kurdo që i shihni ato, pra i përjetoni eklipset e diellit apo të hanës, atëherë
pritini ato me shumë namaz dhe me lutje tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ky argument tregon për sinqeritetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në besim dhe në pejgamberi. Nga se kjo, për ata që do të ishin mashtrues, do të ishte një situatë shumë e volitshme për me shfrytzu në mas edhe me paraqit vete, me promovu si një njeri i shenjtë. Siç të ndodh me fallxhorët, me magjistarët, me njerëzit e devijuar, të cilët mundohen me i keq përdor disa shenja, edhe universale, edhe fizike, edhe diçka që mund të ndodhë krejt si zakonshëm në jetën e njeriu, ata mundohen të përfitojnë nga rastet dhe ta paraqisin si zotësi tyne, si aftësi tyne, si një mrekulli nga ana tyne. E pejgamberi Allahut ndonë se ka qenë lider, ka qenë në kulmin e fuqisë tij dhe të suksesit tij, edhe në vdekjen e djalit tij nuk e ka shfrytzuar, sepse ai ka qenë pejgamberi Allahut dhe pejgamberi Allahut kur nuk flet diçka që nuk është në përputhje me shpallën e Allahut. Prandaj ka thonë, jo, kjo s'ka të bëjë me lindjen apo me vdekjen e dikujt. Në këtë rast s'ka të bëjë eklipsi i diellit, zënia e diellit me vdekjen e djalit tim. A dikush tjetër do ta kesh përdorur te këtë rast. Dhe do të thonte se po, shumë e vërtet se është zonë dielli për shkak se më ka vdek djali, për me lënë pas vetës nam, edhe për me kesh përdorur situatën aktuale dhe pastaj trashëgimtarëve tim ju lënë në farforme derën e hapur që tjerët më i shenjtruan ata dhe me i admiru sikurse i kanë admiruar të parët e tyre. Pra pejgamberi Allahut ka fol çdo herë me shpallje dhe këtu tregohet gjithashtu edhe rëndësia e tauhidit. Ai vazhdimisht i ka kushtuar rëndësi tauhidit. Pra nuk ka leju që me i lidh zemrat me krijesa, qofshin ato njerëzore apo ato astronomike. Krijesat janë nën komandën e Allahut, nën kontrolin e Allahut subhanahu. Ato nuk adhurohen, ato respektohen, ato japin mësime, por kurse si nuk adhurohen. Askush nuk adhurohet përpos Allahut madhërisëm. Edhe në gjendjen më të rëndë të jetës tij, duke e varros djalin e tij, në fatkeqësi shumë të rëndë, ai prap i ka dhënë përparësi Allahut subhanahu wa taala, i ka dhënë përparësi tauhidit, njësimit të Allahut. I ka thonë njerëzve, zemrat nuk lidhen as me dije, as me hana, zemrat nuk lidhen as me fëmijët pejgamberëve, por zemrat lidhen me Allahun subhanahu wa taala. Dhe vdekjet, lindjet nuk ndodhin vetëm se me leje të Zotit. Ndërkaq eklipset, si të diellit si të hanës, nuk kanë të bëjnë fare me lindjen apo me vdekjen e dikujt prej njerëzve. Por ato janë argumentet e Allahut që Allahu i përdor për urtësi të shumta dhe cilat e kryejnë rolin dhe misionin e tyre në gjithësi. Pastaj pejgamberi Allahut e merr Aliun radhiyallahu anhu dhe i thot se unë të kam përzgjedh për një mision të radhës. Cili është ky mision? I thot, o Ali, ti do të shkosh në Yemen dhe do të gjykosh atje, sepse Yemeni tani më e ka pranuar Islamin, dikur ishte i krishterë ortodoks, tash me pranimin e Islamit ata kishin nevojë për mësues, kishin nevojë për gjykatës. Më herët i ka thënë dy sahabi, përmes cilëve është udhëzuar krejt Yemeni në Islam. Kush ishin këta? Ebu Musa al-Ashariu edhe Muadh ibn Jabali, dy fuqaha dhe dy prej ulemave më të mëdhenj të sahabëve. Pasi që e kishin pranuar Islamin atje, tash kishin nevojë për një gjykatë shumë të mprehtë, sepse Yemeni ishte një prej qendrave të civilizimit të asaj kohe. Madje është burimi i arabëve. Brumi i arabëve janë yemenast. Edhe kishte nevojë me shku atje dikush që do të gjykonte me drejtësi dhe do të ishte shumë i mprehtë në gjykim. Prandaj e zgjodhi Aliun. Dhe këtë e transmeton vet Aliu radhiyallahu anhu, i cili thot: "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yemen qadiyan." Ndërgoi pejgamberi Allahut në Yemen si gjykatës. Fa qultu ya Rasulullah, tub'athuni wa ana shabun. O i dërguari Allahut, po më dërgon mua dhe unë jam shumë i ri në moshë. Aqdi bainahum wala adri ma al-qada. Si do të gjykoj në mesin e tyre ku nuk di se çfarë është gjykimi. Unë nuk jam i afër me bëni gjë të tillë. Unë nuk kam përvojë për me gjyku mes njerëzve, se jam shumë i ri në moshë. Fa wada'a yadahu ala sadri thumma qala, tha ma vendosi dorën e tij fisnike në gjoksin tim dhe tha: Allahumma hdi qalbahu wa thabbit lisanahu. O Allah, udhzoja zemrën e Aliut dhe përforcoja gjuhën e tij. Thumma qala, pastaj tha: idha jalasa ilayka al-khasmani, kur të ulen dy veta për më ardhë më u gjyku tek ti, o Ali, fala taqdi bainahuma hatta tasma' min al-akhar, mos gjyko mes tyre pa i dëgjuar të dyja palët. Pra mos merr vendim për një çështje të caktuar duke e dëgjuar vetëm njërin palë. Gjithmonë duhet i dëgjosh versionet e të dyja palëve apo të më shumë palëve, varësisht se për sa bëhet fjalë.
kama sami'ta min al-awwali fa innahu ahra an yatabayyana laka al-qada. Në qoftë se ti e bën një gjë të tillë, i dëgjon të gjitha palët, i dëgjon të gjitha versionet e tyre, hallet, telashet, ankesat, kërkesat, pastaj kjo për ty do të jetë shumë më e lehtë për me marrë vendimin e duhur, edhe me bëj gjykimin e drejtë. Dhe thot Aliu radhiyallahu anhu, gjatë gjithë kësaj periudhe sa unë isha në Yemen, pas një kohe më ftoi pejgamberi Allah dhe më tha që dua të të takoj, pra mu paraqit mua, sepse kishte ardhur koha për ta bërë haxhin. 9 vite me radhë e kishin të ndaluar muslimanat me bë haxhin. Në vitin e 10 të hijretit, Allahu i urdhëron muslimanët e në krye të tyre Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me shku edhe me kry haxhin. Aisha radhiyallahu anha tregon se para se me jarë vdekja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ati vetëm se i janë ndjeu zemra. Pra ai e parandjente afrimin e vdekjes tij. Normalisht kishte edhe sinjale nga Allahu subhanahu wa taala për me kuptu pejgamberi Allahut një gjë të tillë. Dhe tregon Aisha thot: "Aqbalat Fatima radhiyallahu anha tamshi ka'anna mishyataha mashyi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Një ditë u afrua, erdhi Fatimja, e bija Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, e cila este sikur se este pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra hapat e saj i bënte sikur se i bënte pejgamberi Allahut. Aq shumë i ka përngjall, saqë edhe ndesur ka ecë si baba i vet, si Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kur e pa pejgamberi Allahut Fatimën, ai çdo herë gëzoi. Shumë transmetime tregojnë se ngrihej në kam edhe e puthën në ball. Kësaj radhe, me gjast nuk ka qenë mirë me shëndet, por është gëzuar shumë kur e ka pa dhe i ka thonë: "Marhaban bi ibnati", mirë se vjen o bija ime, mirë se të ka pru Zoti o bija ime. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi, pastaj e uli atë në të djathtën e tij apo në të majtën e tij, transmetuesi nuk është i sigurt se a e ka ulë në djathtën apo në të majtën. Thumma asarra ilayha hadithan fabakiyat, ja tha një sekret në veshin e saj, e cila filloi të çaj. Fa qultu lima tabkin, tash Aisha po thot, i thash Fatimes, pse po çanoj Fatime? Fa asarra ilayha hadithan fadhahikat, pastaj ja tha një sekret tjetër në veshin e saj, ajo filloi të qesh. Fa qultu, po thot Aisha, unë thash në ato momente, në vetvete, ma ra'aytuka al-yawmi farhan aqraba min huznin, fasa'altuha amma qalet, nuk kam parë kur në jetën time që njeriu pasi që të pikëllohet me u gëzu kaq shpejt. Por nuk kam parë në jetën time që për pak qaste më ndodh edhe pikëllimi edhe gëzimi me njëhershëm. Vetëm se e kam parë ditë me Fatimen radhiyallahu anha. Faqalet ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta qabada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Më tha mu Fatimja: "O Aisha, kur nuk e zbuloj sekretin e pejgamberit Allahut sa të zgjallë, vetëm pas vdekjes tij. Aq shumë e ka dashur, aq shumë e ka pasu, sa që edhe se pejgamberi Allahut s'ia ka ndaluar me i tregu Aishës, sa Aisha ka qenë gruaja e Muhammed Mustafas, më e dashura e tij, nana e besimtarve. Por nga dashuria dhe respekti për Muhammed Mustafan, i ka thonë Aishës: "S'muj me tregu ty për sekretin që ma ka thonë në vesh pejgamberi Allahut sa të zgjallë, vetëm pas vdekjes tij tregoj." Alayhi salatu wassalam. Pasi ka vdek pejgamberi Allahut, i ka tregu Fatime dhe i ka thonë: "Asarra ilay ma tha këtë sekret. Inna Jibril alayhi salam kana yu'ariduni al-Qur'ana kull sanatin marra." Jibrili alayhi salam për çdo vit vinte edhe ma mëson të Kur'anin një herë në vit ka ardhur dhe komplet Kur'anin ma ka përsërit Jibril alayhi salam. Se e dini pejgamberi Allahut ka qenë hafiz i Kur'anit. E hifzin e Kur'anit e ka mësuar prej Jibrilit. Jibrili e ka mësuar prej Allahut subhanahu wa taala, pra me senet nga Allah subhanahu wa taala. Dhe për çdo vit Jibrili ka ardhur dhe ja ka përsërit Kur'anin prej gojës tij fisnike Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ndërkaq thot: "Wa innahu aradani bihi al-'am marratayn." Por këtë vit ka ardhur 2 herë dhe më ka përsërit Kur'anin. Dhe e ka kuptuar pejgamberi Allahut se është afru vdekja, se kjo s'ka ndodhur më herët. Pra një farforme e ka kuptuar që Allah po e parapërgatit për udhëtimin e tij të përhershëm dhe për ndarjen nga kjo botë. "Wala arahu illa qad hadara ajali." Dhe i ka thonë pejgamberi Allahut në vesh Fatimes, i ka thonë:
Dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm se mu ka afru e gjeli, mu ka afru vdekja. وأنك أول أهل بيتي لحاقا بي. Dhe ti do t'jesh e para prej antarëve të familjes time që do të më shoqërosh mua së shpejti. Pra për gjithë familjarëve të mi, ti do t'jesh e para që do të vdesësh pas vdekjes time. Febekejtu lidhalik, tha qajta për këtë. Pra po tregon Fatimja, e po transmeton Aisha thot, kjo ishte arsyeja pse kam qajt, se e kuptova që do të vdes pejgamberi Allahut shumë shpejt. Thumë qal, pastaj tha, ama tardina an takuni sayyidata nisa'i al-mu'minin au sayyidata nisa'i hadhihi al-umma, a nuk dëshiron e Fatime që ti t'jesh më e nderuara e grave të besimtarve apo më e nderuara e grave të ummetit? Fa dhahikat lidhalik, dhe për këtë ka qesh Fatimja me njerë pasi që ka qarë. Pra, sekreti i parë ka qenë i vdekjes së Muhammed Mustafas, kjo ka bërë me qajtë, sekreti i dytë ka qenë bashkangjitja e saj shumë shpejt pas vdekjes së Muhammed Mustafas dhe nderimi për të që do t'jetë më e nderuar e grave të ummetit në xhenet. Me njëherë pa u mbushur 4 muaj pas kësaj që ka ndodhur mes Muhammed Mustafas dhe Fatimes, pas ti sekreti që ja ka tregu, ka dhënë shpirt pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. E 6 muaj ditë pas vdekjes së Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë shpirt edhe Fatimja, vajza e tij radhiyallahu anha wa ardaha. Pastaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, me qenë se i vjen urdhri nga Allahut me bë haxhin, dhe këtë transmeton Ibn Omeri, djali Omerit radhiyallahu anhuma, i cili thot: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال. Apo para se gjithash, kjo tregon për argumentin që përse quhet haxhi lamtumirës. Dhe me çfarë baze e quajmë haxhin lamtumirës? Haxhin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam me gjithë sahabët që jetonin atë kohë. Dhe thot Ibn Omeri, qëndroi pejgamberi Allahut në ditën e Nahrit apo në ditën e Qurbanit mes gjemerateve, aty ku gjuan gurt, fil hajjeti leti hajj, në hajjin cilin e kryu ai, fe kale, eju yawmin hadha, qfar dite është sot? Kalu, yawmun nahr, sot është dita e Nahrit apo dita e Qurbanit. Fe kale, hadha yawmul hajjil ekber. Pejgamberi Allah tha, kjo është dita e hajjit madh. Thumme fataqa, yaqulu Allahumma shhad. Pastaj tha, o Allah, dëshmo. Pra dëshmo Allah se unë kam përmbushur misionin tim. Wa wadda'a an-nas, edhe filloi me i përshëndet njerëzit me përshëndetje lamtumirëse. Wadda'a an-nas min al-wada', pe lamtumirës. Fa qalu hadhihi hajjatu al-wada', e kuptuan njerëzit që ky qen ka haxhi fund apo haxhi lamtumirës. Pra pe këtu quhet haxhi lamtumirës. Jabiri radhiyallahu anhu thot se pejgamberi Allahut nuk ka bë haxh prej Medinës në Mekë për 9 vite radhazi. Thumë akhbara an-nas annahu sayhujj, pastaj i lajmëroi njerëzit se do ta bënte haxhin në vitin e 10 të hijretit. Faja'ahu qaumun kathirun min an-nas yuriduna an yahujju ma'ahu wa yata'allamu manasikahu. Atëherë tha filluan njerëzit vinin me turma, jo vetëm që ishin në Medinë apo në rrethinat e Medinës, por për gjitha viseve islame tani më. Kur kishin dëgjuar që pejgamberi Allah do të shkonte ta krynte haxhin, gjithë me vrap sinonin me ardh, me arrit edhe me kry haxhin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe me mësu rregullat e haxhit, me mësu ritualet e haxhit, sepse ky ishte haxhi i parë dhe i cili do të jetë edhe orientues edhe mësues për gjithë ata që do ta pasonin Muhammed Mustafa, edhe gjatë kohës sa ishte gjallë, edhe për ata pas vdekjes së tyre. Esmaja e bia e Umejsit, gruaja e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, gjatë përgatitjes që po i bënte pejgamberi Allahut për me shku në haxh, ajo e lind Muhamedin, e lind një djalë që ja vendos emrin Muhammed, Abu Bekri. Edhe shkon Abu Bekri me lajmëru pejgamberin Allahut dhe me i tregu që më ka lind një djalë dhe e kanë emërtuar me emrin Muhammed. Por çka do të ndodh tash me gruan e tij, e cila gjithashtu dëshiron me arnë haxh, me kry haxhin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por që ajo tash është në fazën e lehonisë. فأتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. أرد ذي ترجوي بيغامير الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل ثم تهل بالحج وتفعل ما يفعل الناس. Pejgamberi Allahut i tha Abu Bekrit, thuaj gruas sate që ajo të pastrohet, merr gusull dhe
ta bëj niyetin, të futet në ihram dhe të veproj sikur se veprojnë të gjithë njerëzit. Pra e morën edhe ato me vete dhe u nisën për në haxh. Pejgamberi Allahut i kishte marrë gjitha masat përgatitore për me kry këtë haxh, edhe për me mësu gjithë njerëzit se si kryet haxhi. Pejgamberi Allahut kishte marrë me vete kurban. Edhe ata që e kanë me vete kurbanin, apo kanë pas mundësi me pas kurbanin me vete, sikur se e dini janë 3 lloj haxhesh. Ifrat, temetu edhe qiran. E pejgamberi Allah me qenë se i kishte kurbanin me vete, e kishte këtë mundësi me e thirr kurbanin, atëra ai u fut në niyetin e haxhit të qiranit, por ju tha atyre tjerëve që s'kishin kurban, që pasi ta kryenin tavafin e parë, pra tavafin hyrës, tavafin përshëndetës që e kryin për me hyrë në Mekë, atëra ata le të lirohen pe ihramit dhe ta bëjnë me niyet umrës, pra dallohet umra prej haxhit. Ndërkaq pejgamberi Allahut e kishte kurbanin dhe ai nuk i hoqi ihramat e tij, nuk doli nga niyeti për arsye se e kishte kurbanin me vete. Gjatë gjithë kohës po bënte telbije, duke thënë lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak, lebejk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, që është një farforme përgjigja jonë ndaj Allahut subhanahu wa taala për njësimin e tij, për përgjërimin tonë ndaj tij, për njësimin e Allahut edhe në rububiyetin e tij, në atë se vetëm ai është Zot, dhe askush tjetër post tij, në uluhiyetin e tij, se vetëm ai meriton të adhurohet, dhe askush tjetër post tij, dhe në emrat dhe cilësitë e tij, se askush nuk i gëzon emrat më të bukur dhe cilësitë më të larta se sa Allahu subhanahu wa taala. Ky është zatën thelbi kryesor i telbies apo i fjalës së minjohur lebejk Allahumma lebejk deri në fund të fjalisë. Pejgamberi Allahut u mësonte sahabe çdo lloj përgjërimi, çdo lloj lutje që duhet ta bënin gjatë përgatitjes, gjatë nitjes për në haxh. Kur arriti në Mekë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam u fut më një herë me tavaf. Edhe filloi me e bë tavafin. U sholl 7 herë rreth Ka'bës, sikurse e dini shumica për ju, në veçanti ata që kanë kryer haxhin dhe umrën. Pasi i përfundoi 7 herë rrotullimet rreth Ka'bës, atëherë shkoi tek vendi që quhet Maqamu Ibrahim. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Një kiraje tjetër wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. E kanë marrë vendin e Ibrahimit si vend falje, apo merrën i vendi Ibrahimit si vend falje, pra është prej sunetit kur kryhet tavafi, 7 rrethësh me shku edhe me u fal aty. Edhe e ka këndu Qul ya al-kafirun, pastaj e ka këndu surën Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Pastaj është kthy edhe e ka përshëndet edhe një herë gurin e zi. Është një prej suneteve që shumica muslimanëve nuk e praktikojnë. Me njerë pasi që i falin 2 rekatet e Maqami Ibrahimit, shkojnë direkt në Safa dhe Merva, nuk kthehen edhe një herë me përshëndet gurin e zi. Pejgamberi Allahut e ka praktikuar një gjë të tillë. Është sunet, nuk është fars, por është mirë që këto sunete me i praktiku. Pastaj ka pi Zemzem edhe është lut, ka bë dua. E ka thënë duan e Zemzemit që preferohet me thonë Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da. O Allah, kërkoj prej teje dituri të pastër, rrezik të gjanë të begatshëm dhe shërim për çdo smundje. Pastaj është nis për tek Safa dhe Merve. Para se me fillu Safan dhe Merven, e ka fillu me citimin e ajetit Kuranit. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Padyshim se Safa dhe Merve janë për ritualeve që i ka përzill Allahu subhanahu wa taala, dhe ka thonë po e filloj me atë që e ka fillu Allahu, pra me Safan, edhe ka fillu me ec prej Safas, kodrës së Safas. Edhe ka shku, sikur se e dini, 7 herë është rrotullu Safa Merve, dhe në pjesën ku Haxheria ka vrapuar për gjetur ushqim, apo ka ecur shpejt për gjetur ushqim për Ismail Islam, e ka praktikuar dhe pejgamberi Allahut një sunet të tillë, sikur se e praktikojmë edhe ne sot për bekimin që e ka praktikimi i këtij suneti. E mbaron pastaj pejgamberi Allahut 7 herë vizitën e tij apo rrotullimin e tij, dhe sa herë që ka ardhur tek njëra prej këtyre kodrave në Safa dhe në Merve, është lutur pejgamberi Allahut, janë dua të veçanta, kush i di është mirë me mësu, kush nuk i di lutet prej thellësisë së shpirtit të tij, e që shumica muslimanëve fatkeqësisht e anashkalojnë këtë sunet. Thjesht ecin Safa dhe Merve dhe nuk ndalen në këto kodrina për me u lut, ndërkaq që është një prej vendeve ku lutja nuk kthehet prap. Lutja e sinqert nuk kthehet prap nga Allahu subhanahu wa taala, prandaj pejgamberi Allahut e ka shfrytzuar këtë mundësi të artë. Pasi që e përfundon pejgamberi Allahut
gjithë këtë ecuri të kryerjes së haxhit në ditën ku mblidhen të gjithë. Transmetimet thonë se kanë qenë mbi 100.000. Xhabiri thot, sa më ka pas syni kum pa njerëz. Jo vetëm përpara, por edhe anash, edhe mrapa. Sa më ka pas shikimi im, aq kam pa njerëz. Kur s'kam pa njerëz më shumë se sa ditën kur e kemi kryer haxhin me pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi i Allahut në këto momente ngritet edhe e mban hutbën e tij lamtumirëse, ligjëratën e tij lamtumirëse. Dhe këto fjalë ishin fjalë të përbotshme, universale për gjithë njerëzimin deri në amshim. Këto janë fjalët më kuptiplota që mund t'i lexojmë sot edhe mund të mësojmë të nesërmen nga dikush. Pra, nuk ka fjalë më kuptimplote, më madhështore, më gjithëpërfshirëse, edhe më etike se sa fjalët që pejgamberi Allahut i ka thonë në haxhin lamtumirës. Se cilat janë këto fjalë, dëgjoni me vëmendje. O njerëz, dëgjoni se çdo t'ju them, se nuk e di a do t'ju takoj më në këtë vend pas këtij viti. Kjo tregon se pejgamberi vetëm se e ka paralajmëruar ndarjen e tij nga kjo botë. O njerëz, friksohuni Zotit dhe respektojini atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Kjo është dita e flimeve në emër të Allahut. Vërtet gjaku juaj, deri juaj dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, pra janë të paprekshme, janë të pacënueshme. Derisa të takoni me krijuesin tuaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend. Përmes këtyre fjalëve ka dashur m'ia bë me dije gjithë atyre që janë prezent, por dhe neve si pasues të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabëve nderuar, që askush nuk ka të drejtë që ta vras dikë tjetër padrejtisht, t'ia cënoj shenjtërinë e jetës së tij. Ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend, është e shenjtë edhe gjaku juaj. Është i shenjtë gjaku juaj për secilin prej jush, pa marrë parasysh se çfarë zënka mund të keni mes jush, çfarë konflikte, por edhe çfarë luftra mes vete. Pastaj vazhdojnë fjalët e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam duke thënë: vërtet gjaku juaj, nderi juaj dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoni me krijuesin tuaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend. Ruani, respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit dhe të dinjitetit njerëzor. Vesh ndaluni dhe analizone. Këto fjalë i ka thonë në kohën kur personaliteti dhe dinjiteti njerëzor jo që s'janë respektu, por janë në përkamb. Pra në një kohë ku njeriu s'ka pas fare vlerë, e në veçanti gjinia femnore, vajzat. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka vendosur kriter bazik të pathyeshëm, të pandryshueshëm dhe të përhershëm që personaliteti dhe dinjiteti njerëzor nuk ka mundësi që të cënohet nga dikush. Është e padrejtë nëse dikush ja cënon personalitetin dhe dinjitetin dikujt tjetër. Prandaj thot, ruani, respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit dhe të dinjitetit njerëzor. Njeriu është vepër madhështore e Allahut dhe mirë për atë që e përçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së Allahut. E ka çmu vlerën njerëzore pejgamberi i Allahut. E ka pas si krijesën më madhështore të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ka thonë, ruane dhe mos e përçmoni nderin dhe dinjitetin e veprës së Allahut, sepse njeriu është vepër e Allahut. Sa herë që e cënoni, e përçmoni nderin e një njeriu, realisht ju e keni përçmuar nderin e një prej krijesave më madhështore të Allahut, të një vepre të Allahut subhanahu wa taala. O njerëz, ju pashmangshëm dhe pakthyer, do t'i ktheheni Allahut, dhe ai do t'ju thërret në përgjegjësi për veprat dhe punën e juaj. Pra jo ka bën me dije që deshet apo nuk deshet, një ditë do të vdisni, një ditë do të ndani nga kjo botë, derisa unë do të vdes si pejgamberi i Allahut, si njeriu më i dashur i Allahut. Si është fjala me ju? Andaj përgatituni për këtë ditë. O besim drejt, o ju që e keni besimin e drejt, që e keni frikë Allahun, që synoni kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dijeni se ka përfunduar koha e mosdijes dhe traditave të këqija. Edhe një herë, në fundin e jetës tij ka dashur me apo me dije që nuk ban mu kthim në xahiliet. Traditat e këqija, besytni që i keni pas dikur, bindit e gabuara, ato do të më lënë të kalumën. Ato s'kan të bëjnë me ne, ato s'kan të bëjnë me besimin, ato s'kan të bëjnë me Allahun. Ato i përkasin kohës e ignorancës. Andaj ju ka thonë, o ju që keni besim drejt, mos u mashtroni, edhe dijeni mirë që ka përfunduar më koha e xahilietit, edhe traditave të këqija, cilat i kanë sjell aq fatkeqësi gjinisë njerëzore. I kanë sjell shumë dëm njerëzve. Unë
ua kam treguar rrugën e shpëtimit të cilës duhet ecër. Unë ja kam bërë qartë se cila është rruga e vërtetë. Por nuk është rruga e ignorancës, por është rruga e dijes së Allahut subhanahu wa taala. Gjërat që u janë dhënë në amanet, ruani ato si tuajat. Çdo emanet që ja ka dhënë dikush, ruani sikur se me qenë pasuria juaja. Nëse ta kalon dikush emanet një njeri, ruaj si me qenë familjari yti. Nëse ta ka dhënë një pasuri materiale, ruaj sikur se me qenë pasuria jote. Dhe kthejini ato besnikrisht dhe me kohë atij që i përkasin. Pra nëse dikush ta ka dhënë emanet diçka, ktheje në kohë edhe ruaj me besnikri, por edhe ktheje me besnikri. Pastaj ju ka thonë gjakmarrja është e ndaluar. Gjakmarrjet mes vete, vllavrasit mes vete, janë të ndaluara rreptësisht. Të gjitha akuzat e këtilla, të cilat rrjedhin nga koha e ignorancës, nga koha e xahilietit, anulohen që tani. Akuza e parë e cila anulohet është gjakmarrja e ungjit tim, Ibni Abdul Muttalib, ka fillu prej familjarëve të vet. Ungji i tij ka qenë hasmëri me një familje tjetër. Ka thonë na mas pari ja falim gjakun. Unë i pari ja fali gjakun e s'ka me pas kur shans dikush më quë dhe me vra dhe me derë gjak për këtë vrasje që është bën në kabilën tonë. Të cilin të pafajshëm e vran njerëzit nga fisi Hudhejl. Kjo gjakmarrje le të harrohet dhe të gjitha të tjerat në të ardhmen le të falen. Fajdja dhe kamata janë të ndaluara. Huadhënësi nga huamarrësi duhet të marrë vetëm atë që vërtet ja ka huazuar. Pra jo me përfitime materiale, jo me shfrytëzime situatash, jo me keq përdorime vështirësisht. Ja ke dhënë 100 euro, ja ke dhënë 1000 euro, edhe më i thonë më i kthy disa fish. Edhe për më i thonë nuk më intereson, më vonu në kohë, du më shumë më dhon. Pra me fajde apo me kamat. Huat e para që i nështrohen këtij vendimi janë huat e ungjit tim Abbasit, i cili i ka dhënë dikujt hua e atij s'ia kanë kthy, i cili ka pasur mjaft bërxhlin, shumë i kanë marrë bërxh Abbasit. O besim drejt, falani kamatat bërxhlinëve. Dëgjojeni këshillën time dhe pasuria juaj do të shtohet, sepse juve ju mbetet krye gjëja, apo krye vepra, apo krye shpërblimi për tregti dhe punë të ndershme. Nëse këtë nuk e bëni, dijeni mirë se e keni zemëruar rënd Allahun dhe të dërguarin e tij. Nëse bërxhliu juaj është në vështirësi, vazhdojani afatin e pagimit, ndërsa nëse jeni në gjendje që t'ia falni borxhin, atëherë kjo është edhe më e mirë për ju. O besim drejt, o njerëz, friksojuni ditës e cila vërtet do të vijë, kur gjithë do të paraqiteni para Allahut, gjykatësit vetëm suprem, ditën në cilën ju pret drejtësia absolute. Kur të obligoheni se do ta paguani borxhin, paguajeni me kohë, dhe kur të bëni marrëveshjen, bëjeni atë me shkrim, sakt dhe besnikrisht, theksojeni afatin e pagesës. O ju që do të vdisni, duajeni dhe dëgjojeni Zotin, krijuesin e materjes dhe asaj që është shpirtërore, i cili krijoi mashkullin dhe femrën, prej cilëve u zhvillua e tërë gjinia njerëzore. Friksojuni Allahut në ndihmën, prehjen dhe mëshirën e cilit të gjithë jemi udhëzuar. Ne jemi të vdekshëm dhe çdo moment jemi sa më afër vdekjes dhe takimit me Allahun, gjykatësin e drejtë. Respektojeni farefisin, besnikrisht përmbushni detyrat dhe obligimet të cilat ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas, si dhe ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Xheneti është nën këmbët e nënës. Ruajuni nga prostitucioni, nga tradhtia bashkëshortore dhe nga xhelozia. Prostitucioni dhe tradhtia bashkëshortore janë mëkat i rënd, ndërsa xhelozia shpije ka përçarja në martesë. Martohuni me ato të cilat i doni, e kur Zoti me vullnetin e vet do t'ju bashkojë, atëherë respektohuni, duajuni dhe jetoni në dashuri dhe harmoni. O bashkëshort, silluni ndaj grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri. O besim drejt, largohuni nga tresave dhe përgojimit. Le të jenë të mallkuar në të dy botrat, ata që u bëjnë shpifje grave të ndershme. Shikoni se çfarë respekti ka pas pejgamberi Allahut për gjininë femrore. Çfarë kujdesi, istausu bin nisa'i khaira. Trajtoni gratë sa më mirë, trajtoni gratë sa më mirë, trajtoni gratë sa më mirë. Kjo ka qenë një prej porosive më kryesore dhe më përmbajtësore në fundin e jetës së Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe në haxhin lamtomirës të tij, që do të thotë se një prej çështjeve më të shkelura ka qenë çështja e shkeljes së të drejtave të grave. Prandaj pejgamberi Allahut i ka dhënë rrjedh krejtësisht tjetër dhe të mbarshme çështjes së trajtimit të grave. Dhe i ka porositur gjithë sahabët dhe neve që të kemi kujdes me to. Në veçantë i burrat, meqense burrat më shumë i dominon egoizmi, e gratë i dominon brishtësia, emocionaliteti,
ata e kanë për detyrë me pas kujdes, sepse ata janë autoritet mbi gratë. Dhe duke qenë tillë, ata duhet të tregojnë mëshirë dhe dashuri më të veçantë ndaj tyre se sa ato ndaj nesh. Nga sa ato janë nën urdhrat tonë, janë të nënshtruara ndaj urdhrave të burrave. Prandaj thot, le të jenë të mallkuar në të dy botrat ata që u bëjnë shpifje grave të ndershme, e cila gjithashtu ka qenë një prej dukurive të përhapura në shoqërinë e ignorancës së asaj kohe, të cilat padrejtësisht dhe krejtësisht, lehtësisht shpifnin për gratë të ndershme, ja akuzonin për pandershmëri. Ata që i akuzojnë gratë të ndershme për tradhtinë martesë ose për amoral, e për këtë nuk mund të sjellin 4 dëshmitar të besueshëm, dënoni me 80 kamxhik, me 80 shkopin dhe më asnjëherë mos u besoni, sepse janë të poshtur dhe të këqij. Nëse ndjeni se ndaj grave tuaja ju është dëpsuar dashuria, mos nxitoni në shkruarzim, por mendoni mirë, sepse Allahu nëpërmjet këtij sprovimi ju udhëzon në rrugët e fatit të ri dhe të madh, me të cilin dëshiron t'ju përgëzojë. Mos kërkoni shkruarzim pa shkaqe të arsyeshme, sepse prej të gjitha gjërave që Allahu i ka lejuar, më së tepërmi e urrejnë shkruarzimin. Gratë juaja u janë dorëzuar në besë të Zotit, pra respektojeni o besim drejt dhe respektojeni këtë amanet të Zotit. O njerëz, sot shejtani i mallkuar është i dëshpëruar, sepse ka pësuar humbje dhe nuk mundet më të ndikojë në ju. Megjithatë, gjithnjë bëni të kujdesshëm që ai i mallkuar të mos ju lajthit as në gjërat më të vogla. O besim drejt, kur e caktoni dhe e ndani ndërmjet vetes trashëgimin, bëni të drejtë dhe përmbahuni librit të Zotit. Ruajeni pasurinë e të miturve, të paaftëve dhe të marrëve, apo të atyre që i ka sprovuar Allahu me çmenduri. Zoti çdo njerit ja ka dhënë të drejtën e vet, andaj nuk ka nevojë të lihet trashëgimtarëve testament, ndërsa si testament nuk mund të lihet 1/3 e pasurisë. Fëmia i takon atij në shtratin e cilit është lindur. Kush pohon se i takon tjetër kujt përveç prindit, atë do ta zë mallkimi i Zotit. Nuk i lejohet gruas të jep diçka nga pasuria e burrit vet pa lejen e tij. Borxhi duhet paguar, ndërsa gjëja e huazuar duhet kthyer. Dhurata duhet kthyer me dhuratë. Kush hyn dorzan për dikë obligohet me përgjegjësi për dorzani. Me robërit dhe shëptorët silloni njerëzisht. Ushqeni ata sikur që ushqeheni vet, dhe vishni ata sikur që visheni vet. Nuk guxoni të bëni keq, as t'i keq përdorni. Edhe ata janë njerëz, edhe ata janë shëptorë të Zotit. O besim drejt, dijeni dhe mos harroni se gjithë muslimanët janë vëllezër. Ju jeni plotësisht barabartë në të drejta dhe në detyra. Arabi ndaj jo arabit nuk ka kurfar përparësie, e kjo vlen edhe për të ziun ndaj të kuqit, edhe për të kuqin ndaj të ziut, përveç në devotshmëri. Të gjithë ju jeni pasardhësit e Ademit, ndërsa Ademi e ka prejardhjen nga dheu. O musliman, kujdesuni, duajuni mes vete, ndihmoni mes vete, nuk guxoni ta ofendoni njëri tjetrin, as t'i grabitni diçka njëri tjetrit. Ky është mëkat i madh. Merreni vetëm atë që u jepet me dëshirë. Respektojeni pacënueshmërinë e pasurive tuaja, derisa janë në frymën e ligjeve të Zotit. Islami dhe interesi i përgjithshëm le të jetë mbi ju dhe mbi interesin tuaj. Përkushtojani Islamit jetën tuaj dhe në punën për Islamin jepni prej vetes tuaj gjithçka që mundeni. Kur mos e shkelni drejtën dhe nderin e dikujt, mos i bëni dhunë vetes, mos harroni se mëshira është një ndër bazat e Islamit. O njerëz, dëgjoni se ç'po ju them dhe mbajini mend mirë, po ju lë librin e Zotit, Kur'anin, të cilit nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruaj që të mos e humbni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe të vërtetës absolute. Kurani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e Allahut dhe fjalë e tij, në vërtetësinë e së cilit nuk ka asnjë dyshim. Para vetes e keni tërë jetën time, fjalët dhe veprat e mia. Gjithçka që kam folur dhe punuar, janë përpjekur të jenë në përputhmëri të plotë me urdhrat e Allahut. Ju vërtet nuk do të lajthitni, përderisa i përmbaheni Kuranit, librit të Zotit dhe sunetit traditës time. O njerëz, pas meje nuk do të vijë më lajmëtar tjetër nga Zoti i Madhërisëm, dhe pas jush populli nuk do të ketë më pejgamber. Pra bëni ibadet, besoni dhe adhuroni Zotin sa më shumë. Falni 5 namazet në kohë, agjëroni muajin e Ramazanit, jepni zakatin me plot zemër e të kënaqur dhe kryeni haxhin, si dhe zbatoni urdhrat e sundimtarëve tuaj apo të liderëve tuaj. Ashtu do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. O besim drejt, flitni gjithnjë të vërtetën e pastër. Urrejtja asnjëherë mos ju largoj nga rruga e drejtë. Drejtësia është motra e devotshmërisë. Friksojuni Allahut se ai i sheh veprimet tuaja. O njerëz, e dëgjuat porosin time, pra futeni atë në zemër dhe praktikojeni atë në jetën tuaj.
Të gjitha ata që i dëgjuan fjalët e mia, le t'ua përcjellin atyre që nuk i kanë dëgjuar, se ndodh që ata i kuptojnë më mirë. O Zoti im, a e përmbusha detyrën dhe misionin e besuar? Me këtë e përfundoi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam hutbën e tij lamtomirëse, dhe e cila mbetet si hutbja më madhështore që ka mbajtur dikush në historitë e njerëzimit, e cila përfshin çdo rregull, çdo virtyt, çdo vlerë që duhet ta ketë secili njeri, çdo premisë në jetën e tij për ta ndërtuar veprimtarinë e tij dhe për të arritur devotshmërinë sa më të lartë, ashtu siç na porosit Allahu subhanahu wa taala, se cilat janë mësimet më madhështore që nxirren nga kjo ngjarje, do të flasim me rinë Allahut i javën e ardhshme. Nëse keni ndonjë pyetje, urdhroni.